Tereja nga Kosova u gjetë pa jetë në një hotel, e pësojnë 2 administratorët e biznesit. Policia e Durrësit njofton se një 31 vjeçare nga Kosova është gjetur pa shenja jete në ambientet e një hoteli. Nga këshyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune apo dëmtime të jashtme që mund të kenë shkaktuar vdekjen. Trupi pa jetë është dërguar për autopsi mjekoligjore, e cila pritet të përcaktoj shkakun e saktë të vdekjes. Për ngjarjen ka nisur procedim penal ndaj 2 administratorëve të hotelit, shtetas VE 38 vjeç dhe ASH 34 vjeç, banues në Durrës. Viktima e identifikuar me inicialet JH dyshohet se qëndronte në ambientet e këtij hoteli që prej muajit dhjetor 2025, ndërkohë nga hetimet paraprake rezulton se 2 administratorët nuk kishin lëshuar kupon tatimor për dhënien me qira të dhomës, ku qëndroi 31 vjeçaria. Materialet procedurale janë referuar në prokurori për vlerësim të mëtejshëm, ndërsa hetimet vijojnë në disa pista. Njoftimi. Specialistët për hetimin e krimeve ndaj personit në DVP Durrës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal ndaj shtetasve VE 38 vjeç dhe ASH 34 vjeç, të 2 banues në Durrës, administrator të një hoteli në zonën e Shkëmbit të Kavajës, pasi ditën e djeshme në ambientet e këtij hoteli është gjetur pa shenja jete shtetasja kosovare JH 31 vjeç. Nga këshyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar dëmtime të jashtme që mund të kenë shkaktuar vdekjen. Trupi pa jetë është dërguar për autopsi mjekoligjore me qëllim saktimin e saktë të shkakut të vdekjes. Nga veprimet e parahetimore dyshohet se 2 administratorët nuk kanë lëshuar kuponin tatimor për dhënien me qira të ambientit ku shtetësia qëndronte prej muajit dhjetor. Materialet u referuan në prokurori për vlerësim, ndërkohë që priten rezultatet e ekzaminimeve mjekoligjore për përcaktimin e shkakut të 31 vjeçares.